Ja ku jemi këtu me Noelën, e cila është e veshur me kostum tradicional të zonës së Mirditës. Jemi munduar që të ndërthurim në këtë mbrëmje festat e nëntorit, të cilat i lan pas dhe vitin e ri, të cilin po e presim me padurim të gjithë. Noela, do doja të dija cili është urimi yt për gjithë shqiptarët që po të ndjekin dhe jashtë vendit dhe mesazhi yt për ta. Uroj të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, gëzuar festat e nëntorit dhe gëzuar vitin e ri, qofshin vit sa më i mbar për të gjithë. Ti ke përgatitur një mesazh apo jo? Unë do doja që ta thoje për gjithë publikun. A quhesh i famshëm nëse pikturat e tua vjedhen në muze? Kështu tha piktori i famshëm botror, Ton Verhoeven. E dini çfarë këshilla ju jep ai fëmijëve të cilët pikturonin? O fëmijë, shpreh talentin ti, shpreh zellin, shpreh dorën, shpreh mendjen e çorditur, vizato zgravit por mos bërtit. Nëse një ditë unë do të isha e ndarë nga piktura, unë do të shikoja veten një hap larg vetes sime. Pasi piktura është pasqyra e asaj çfarë unë ndjej dhe është mënyra më e mirë për të shprehur ndjenja dhe mendimet e mia. Noela, shoh që je shumë e emocionuar dhe në fakt mesazhi yt ishte po aq emocionues, pasi për këtë jemi dhe ne këtu për t'ju dhënë mundësinë ju talenteve të reja për të shprehur talentin tuaj. Si ishte ajo shpreha? Zgaravit, vizato, por mos bërtit, sepse ndonjëherë talenti më i bukur tregohet pa fjalë, por me vepra. Faleminderit Noela që ishe sonte me ne dhe ke qenë me ne për gjatë gjithë këtij rrugtimi. Faleminderit ju.